Se merreshin në përditshmëri. Ky me përditshmëri këtu Kovaç ka qenë, me baçë këtu. Merresh ka qenë Kovaç këtu. Po zonja e ndjer? E zonja këtu, shtëpia. Ju çfarë keni Tek. filmat? Nësi kemi se këta janë ardhës. Ta janë ardhë në leva një plak qa quat. Në komunitet si njihen këta si qift? Këtu në komunitet mirë një që nuk ishin gjë. Vetëm me këtë kur... Në familje këta para disa Ta kanë vitesh kanë qenë me kunatin, se ka kunatin këtu. Dhe të shpinë 3 kache, kam pas me njëti nuk flisin, nuk shkonin. Po çfarë pse? Nuk e di. Konati vllai i këtij. Vllai dhe motra ka këtu, se kanë këmbyer. Po brenda familjes kanë patur gënje se ka ardhur dhe policia? Nuk e kam marrë vesh. Të gënjej të them që ashtu se di. Çfarë problemesh kanë pasur në familje si qift? Si qifta nuk janë dëgjuar. Problemesh, nuk janë ndjerë. Po me fëmijët kishin probleme? Nuk e di se kanë qenë larguar fëmijët. Fëmijët ta vinin shpesh? Jo, fëmijët e mëdhenj nuk vinin shpesh. Një prej djemve që është kthyer tani afër, përdor alkool? Nuk e di, se di, nuk e di. Si ndiheni pas kësaj ngjarje? Po shumë tronditur se një gjë shumë makabër që është bërë në familje. Ju si e mësuat lajmin? Në marrë telefoni, se unë ishe në punë, punoj largë në një fshat tjetër, edhe kur e pash në telefon, më merr dhe motra në Tiranë, e tha këtu, tha, ka ndodhur aty, po nuk e di, vetëm kur e pash në telefon.